Dëshmitari Naim Sadiku, i cili ka qenë pronar i dyqanit ku kishte shkuar Naim Murseli pas ngjarjes kritike, tha se i akuzuari kishte thënë që e kam plaçkitur dhe se bashkëshortja e tij kishte mbetur në vetur pa jetë. Naim Murseli, Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe Tom Dodaj ngarkohen për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt, ngjarje ndodhur më 29 nëntor 2023. Dëshmitari Sadiku tha se të akuzuarit Murseli kishte thënë se nuk mund të shkojë në vendin e ngjarjes nga se nuk është kompetencë e tij dhe nuk guxon. Ai pohoi në polici se i kishte thënë se personi Besart Pestisha kishte vazhduar në drejtim të vendit të ngjarjes, por meqense ai personi kishte shtëpinë në atë rrugë, nuk e di nëse ka mbaritur në vend ngjarje. I njëjti për 2-3 minuta është kthyer përsëri te lokali, i njëjti ishte i shqetësuar kur tha se e kishte parë një grua në vetur, kishte deklaruar Sadiku në polici. Sipas dëshmitarit, pasi kishte ardhur policia, fëmijët e Murselit kishin qëndruar me të, ndërkaq që i akuzuari kishte vazhduar me njësinë e policisë. Lënien e fëmijëve aty tha se ja kishte kërkuar një zyrtar policor, por Sadiku mohoi t'ia ketë kërkuar Murseli që t'i lërë fëmijët në dyqan dhe të shkojë tek vetura. Gjithashtu Sadiku deklaroi se Murseli kishte shkuar tek dyqani i tij dhe i kishte thënë se i kam plaçkitur. Në ato momente jam kanë market, e kam dëgjuar një zë duke qajt, e kam pa që e ka pas një fëmijë për dore. Në fakt, Murseli ka qenë me 2 fëmijë dhe ka thënë se a mundesh me i thirr policinë se ne na kam plaçkit. Në ato momente ka hyrë në market, e mora telefonin, i thash që merre telefonin, thirri policinë. Më tha nuk muj me i thirr se jam i shqetësuar, i kam thirrur policinë, tha Sadiku në gjykat. Dëshmitari i kishte treguar policisë se një person kishte hyrë në dyqanin e tij dhe i kishte thënë se e kam plaçkitur në rrugën Dali Palshiqi. Ai tha se kishin kërkuar që të bisedojnë direkt me Murselin, por që ky i fundit s'ka pranuar, me arsyetimin se ishte i shqetësuar. Pasi e kishte telefonuar policinë, ai tha se Murselit i ishte drejtuar duke i thënë me rëndësi fëmijët kanë shpëtu, e që aty i akuzuari i kishte treguar se i ka mbetur bashkëshortja në vetur. Më ka thënë, jo ka mbet gruaja në kerr. Tani i kam thirrë para policinë dhe ju kam treguar çka po më thot Naimi, se ky nuk ka pranuar me fol me policinë dhe policia më tha se jemi duke ardhur në atë drejtim, deklaroi Sadiku, duke ju përgjigjur pyetjes së Murselit nëse i është dukur që s'ka dashur të bisedoj me policinë apo që ka qenë i stresuar. Dëshmitari tha se i është dukur shumë i shqetësuar. Kur ka dalë ky Naimi me telefon tem që ma ka marrë me fol me dikë, nuk e di se me kë ka fol. Fëmijët kanë qenë në shitore me mu dhe kanë fol me një gjuhë mes vete që unë nuk e kam ditë çfarë gjuhë po flasin, dhe kur folshin mes vete qajshin, por ju kam dhënë ujë. Ai i madhi më ka thënë, Axhi nuk po muj me nejt në kam, ja kam qit një palet dhe ai ul aty dhe atë të voglin e kam ulur në karrigen time kushes, tha Sadiku. I pyetur nëse fëmijët kanë thënë se nëna e tyre është vrarë, dëshmitari tha se me sa i kujtohet, njëri fëmijë kishte thënë diçka. Njëri, më duket ka thënë, më duket i madhi nëse nuk gaboj, tha Axhi bam, por unë nuk dasha me hy në atë muhabet, se nuk e disha që ka ndodhë, tha tutje Sadiku. Dëshmitari theksoi se nuk i kujtohet nëse fëmijët kanë thënë që babai i tyre e kishte mbajtur nënën apo diçka të ngjashme. Ai tha se nuk ka vëritur nëse fëmijët kishin frikë nga i akuzuari Murseli, por që ata kishin qëndruar me të.